Ish konkurenti i përputhen në zi, mes dhimbjes së madhe njofton humbjen e njeriu të tij të shtrenjtë. Ish konkurenti i përputhen Andi Shehu ka njoftuar përmes një postimi në rrjetet sociale se ka humbur gjyshin e tij. Mes dhimbjes së madhe, Andi ka treguar edhe këshillën që gjyshi i thoshte gjithmonë se shoku i mirë duket në ditë të vështira. Me sa duket, ish konkurenti i përputhen ka zbuluar në varimin e gjyshit se kush është mik i mirë ai që i qëndroi pranë në këto momente. Gjyshi gjithmonë më ka thënë se shoku i mirë duket në ditë të vështira. Sot, në varimin e tij e kuptova për çfarë kishte fjalën. Faleminderit atyre që mu gjendën pranë. Pusho në paqe, shkruan Andi në postimin e tij në Instastory.